Përshëndetje. Përshëndetje për të gjithë. Atëherë, argumenti i radhës e lam që do të sqarojmë njerëzit me detaje për sa i përket shërbimeve që ato duhet të marrin. Kështu që sot po i drejtohemi atyre personave, atyre qytetarëve që kanë nevojë për ndihmë mjekësore për sa i përket shëndetit mendor. Dhe duke ditur që edhe ana burokratike, ana administrative është e rëndësishme, sot po shpjegojmë se si duhet të afrohemi këtyre shërbimeve për të qenë sa më shpejt dhe si duhet, ku duhet shkuar, si duhet vepruar. Kështu që sot besoj ky argument duhet të sqarohet në detaje. Duhet sqaruar sepse shumë shpesh fjalia e parë është shqyr që ju gjetëm, se kemi hequr shumë për të kuptuar fillimisht problematikën, të cilën ne kemi sqaruar në një temë tjetër, dhe pastaj ku duhet t'i referojmë këto lloj shqetësimesh. Kështu që nisur dhe nga eksperienca shumë vjeçare në një shërbim ambulator, ajo çka neve insistojmë është që dera e parë për të trokitur për çdo lloj shërbimi për shëndetin është mjeku i familjes, i cili në një farë mënyre ka pasaportën tonë shëndetësore, siç është një kartel te ky mjek i familjes. Pra ai është shumë i ditur për të gjitha problemet që na kanë shoqëruar ne gjatë adultërisë, kështu që mund të bashkojë informacione, të kërkojë të gjitha ekzaminimet plotësuese ose diferencuese për të gjitha ankesat që dikush paraqet tek ky mjek i familjes. Pra, dera e parë është mjeku i familjes. Shumë e drejtë, dera e parë është mjeku i familjes për të gjitha ato gjëra që shikon sistemi shëndetësor publik, jo vetëm ai i shëndetit mendor. Pra, patjetër. Për çfarëdo lloj gjëje që ne duhet të kërkojmë për të ndjekur në një specializim ose në një tjetër, porta e hyrjes është mjeku i familjes. Mjeku i familjes gjithmonë. Duke përfshirë edhe shëndetin mendor, pra sepse nuk është një gjë e veçantë. Patjetër, është pjesë e gjithë. Është tek mjeku i familjes. Është pjesë e shëndetit të përgjithshëm. Kështu që mjeku i familjes është ai që gjithmonë, dhe meqense edhe ai është i mirë trajnuar në fushën e shëndetit mendor, mund të, të koordinoj të gjitha veprimet e veta me intervistën klinike, me ekzaminimet klinike, me të tjera ekzaminimet plotësuese që të bëj screening ose të diferencoj fillimisht se ku do ta orientoj këtë pacient. Dhe kur të gjitha problematikat e tjera janë të përjashtuara, për shembull shpesh problemet tona ngjajnë me ato endokrine. Pra një problem i tiroides kërkon patjetër që mjeku i familjes ta orientoj për një palë analiza të tiroides, për një vizite endokrinologu dhe pastaj nëse këto të gjitha dalin normal, atëherë mbetet që këto lloj problemesh ti orientoj, mora vetëm një shembull, tek mjeku psikiatër. Siç është tipike edhe çështja neurologjike. Po, dhe hematologjike, për shembull, siç është anemia. Tamam, sepse kjo është për mos humbur kohë njerëzit, sepse nëse vin tek ju dhe ju këshilloni që duhet shkosh bëj ekzaminë neurologjike apo këto endokrine që thatë, sigurisht duhet shkojë të bëjë dhe të kthehet përsëri. Me vërtet, kështu që është humbje kohe, humbje energjish dhe në fundit nuk duhen neglizhuar kompetencat të cilat koha i ka përcaktuar të tilla. Pra, si në gjithë botën, tek mjeku i familjes është dera e parë që duhet shkuar për të dërguar të gjitha problemet, përfshirë dhe ato të shëndetit mendor. Ky mjek familjeje, pasi ka bërë përfundimet e veta, kalon në rekomandimin e tij gjithmonë me anë të një flete tek sistemi të referimit dhe e çon pacientin tek qendra komunitare e shëndetit mendor përkatëse. Përkatëse e zonës. Pra, është e zonës dhe në Tiranë janë 3 qendra komunitare të shëndetit mendor.
qendra 1, 2 dhe 3 të përshtatura sipas rajoneve, 3 rajoneve. Ka një zonë që mbulojnë. 3 rajoneve të mëdha të Tiranës. Atëre, në qendrën komunitare të shëndetit mendor numër 1, pika e referimit vjen nga lagjet nga qendrat shëndetësore numër 1, 2 dhe 10 të Tiranës, si dhe nga qendrat e komunave që kapin Dajtin, Priskën, Lanabregasin, pjesën e Tufinës, janë të gjitha çfarë kjo zonë mbulimi ofron shërbime për shëndetin mendor. Në qendrën komunitare numër 2 të Tiranës, e cila i takon rajonit tek 21 dhjetori, më falni, duhet të specifikoj që qendra komunitare numër 1 e Tiranës është vendosur në zonën tek Xhamliku që i thonë, tamam tek rruga e Porcelanit, në të djathtë është, në të majt është Rosman Lala dhe një rrugic në fund e çon në qendrën komunitare të shëndetit mendor numër 1 të Tiranës, që është pranë një pike ambulatore të lagjes 10. Pastaj qendra komunitare numër 2 e Tiranës është vendosur në zonën e 21 dhjetorit prapa shkollës Sabaudin Gabrani, tamam tek rruga që qëndrojnë furgonat e Vlorës, se kështu mund të orientohen më mirë, dhe që është zona që ofron ndihmë për lagjet 8, 9 të Tiranës, për zonën e kombinatit, që është lagja 6, në mos gaboj, dhe për të gjithë atë rrethinat, Pezën, Ndroqin, fshatrat për rreth, që kapin këtë zonë banimi. Dhe pastaj zona që mbulon qendra komunitare numër 3, e cila është e vendosur pranë Poliklinikës së Specialiteteve numër 3 të Tiranës, ose ish ambulanca qendrore përballë prokurorisë, kap të rruga Qemal Stafa është tamam, kap qendrat shëndetësore që janë pika referimi të lagjeve numër 4, 5, 7, që është La Praka, dhe gjithë pjesa e Vorës, e Kamzës, e Paskuqanit, të Babrus, një pjesë të Prezës, një pjesë të Kasharit, është një zonë shumë e madhe mbulimi, me numër shumë të madh banorësh, dhe që ofron gjithmonë shërbime që kanë lidhje jo vetëm të treja këto qendra komunitare, kanë lidhje jo vetëm me një mjek psikiatër për të rritur, por edhe për ato për fëmijë dhe adoleshent. Ofron shërbime edhe me psikolog, edhe me punonjës social, të treja këto qendra komunitare të shëndetit mendor. Përsa ka gjithë rrethin e Tiranës? Rrethin e Tiranës për shërbimin ambulator. Ndërkohë ka dhe një qendër të zhvillimit të fëmijëve dhe rritjes së fëmijëve, e cila është e vendosur në kombinat. Dhe që është gjithmonë qendër shërbimi për shëndet mendor, por që ofron shërbim vetëm për fëmijë dhe adoleshent. Edhe kjo ambulatore. Këto janë qendra të specializuara për pjesa e mjekut për shërbime ambulatore është e vendosur brenda qendrave komunitare. Kjo është një qendër tjetër më e specializuar, e cila ofron shërbime më të specializuara, gjithmonë për rrethin e Tiranës dhe jo vetëm, edhe për rrethet e tjera. Tani, nëse një person ka marrë shërbime në shëndetin mendor për ambulatore, në qendrat komunitare të shëndetit mendor, dhe ky shërbim arrin që të mbulojë nevojat e tij përsa i takon klinikës që nuk është e rënduar, sepse ka forma të ndryshme të sëmundjes dhe rëndesë, e cila mund ta çojë personin edhe në spital, është përsëri një sistem referimi i tillë.
pra rasti është urgjent, apo rasti ka agravuar, është rënduar, për shkak të mosmarrjes së rregullt të mjekimit, apo edhe për shkak të sëmundjes e cila rëndohet pavarësisht një mjekimi të mirë, atëherë ndiqet po ky rregull nga mjeku i familjes, shkohet te mjeku specialist dhe mjeku specialist vlerëson klinikën e cila nuk mund të dominohet më ambulatorisht dhe me anë të po këtij sistemi referimi e rekomandon në shërbimin terciar që është spitali. E çon në konsultën e spitalit që vendos nëse ky rast është për shtrim apo kërkon një ndërhyrje ndryshe. Se në një tjetër. Po nga juve kur që vinë për vizitën, ka raste që ju i gjykoni që janë për shtrim, mund të bëjë direkt referimi nga qendra e shëndetit mendor në spital? Patjetër. Nuk duhet të kthehet përsëri tek mjeku i familjes. Jo, asnjëherë te mjeku i familjes sepse gjendja është e rënduar. Dhe kështu ato shkojnë në spital për të marrë ndihmën më të specializuar dhe medikamente që mund të bëhen në mënyrë parenterale dhe nuk i bën dot në banesë nëpërmjet shërbimit ambulator, por referimi në spital bëhet edhe kur rasti është tepër urgjent nëpërmjet 127-s që organizon. Dakor, po e lëm tjetër që nëse sepse kemi rastin e herës parë të një personi që prezantohet për problem shëndetit mendor dhe të atyre kronik që dihet që janë me një diagnozë dhe kanë shërbime ose krizat të hermbaseshme të cilat mund të ndodhin në moment ose në një tjetër, mund të ndodhin jo gjithmonë në orar zyrtar, kur janë të hapura qendra e shëndetit mendor ose mjeku i familjes, mund të jetë natë, mund të jetë shtunë, të diën ose ditë festash, për të cilën sigurisht që marrin telefon 127. Dhe ne kur shkojmë duke marrë informacion nëse është rast i përsëritur që ka një diagnozë dhe dim ku janë dhe pikat e referimit ose spitali përkatës, ose rastet që mund të ngatërohen me ankte, me shpërthime që s'kanë të bëjnë me sëmundje, kështu që e bën por dhe mendoj që është kriter për urgjencën edhe sa agresiv është personi, sepse në momentin që ai paraqitet i rrezikshëm qoftë për veten e tij, qoftë edhe për ambientin, patjetër që pavarësisht nëse është pacient kronik apo për herë të parë, përbën rrezikshmëri, kështu që është indikacion absolut për ta çuar në urgjencë. Patjetër në rast nevoje, pra kur është rrezik për veten e vet ose në rast kur është rrezik për veten ose për të tjerët, nga protokollet e përcaktuara që është i detyruar, por kemi dhe gjithmonë kërkesat të tilla kur zihen në një familje dhe gjithë secili pretendon që e ka fajin tjetër dhe ta marrësh ta vizitosh nga ana psikiatrike nëse është në rregull ose jo. Kështu që këto janë skenarë të ndryshëm që ndodhin gjatë këtyre debateve, por ajo që besoj si konkluzion mund të nxjerrim është fakti që për çfarë do lloj gjëje është mjeku i familjes, sidomos për rastet e para që janë të padiagnostikuara dhe kanë nevojë për një drejtim se ku duhet shkojnë. Po ashtu për rikontrollet e të gjitha, pastaj ju ato rikontrollet i keni të skeduara vetë, edhe kur vim për rikontroll kanë nevojë të familjes apo s'ka nevojë kanë. Patjetër që po. Mjeku i familjes është gjithmonë referuesi. Ne propozojmë kohën e rikontrollit nëpërmjet përgjigjes së rekomandimit që çojmë tek një mjek familjeje dhe kjo kontrolli që patjetër respektohet e para nga ai që ka nevojë, pacienti dhe familjari është i pari që vinë dhe respektojnë këtë, por shumë shpesh dhe mjeku i familjes që është bashkëpunues me ne riorienton për këtë vlerësim në dinamik të gjendjes tek ne pacientin që ai e ka në kontrollin e vet. Është shumë e rëndësishme kjo sepse shumë herë pacientët e shëndetit mendor shoqërohen shumë nga familjerët ose e ndjekin kontrollet e terapitë familjare dhe do të jenë të qartë që jo sepse ke shkuar në një qendër shëndetësore e shëndetit mendor mund të shkosh pa prenotim ose sepse çdo gjë e prenotuar dhe oraret janë të zëna dhe bën një radhë kod, shkon diku kod dhe nuk mund të vizitohesh.
Prandaj, pavarësisht që këto janë shumë të rëndësishme këto informacione që ju dha. Pavarësisht që shëndeti mendor është përjashtuar nga sistemi e referimit nëpërmjet sistemit, pikërisht për të afruar ndihmën shumë më shpejt, për të shmangur barierat, stigmën e tjerë që ne e kemi shumë përfolur. Desha të them që shumë shpesh ne kemi referime edhe nga specialistë të tjerë. Pra, brënda për brënda poliklinikave të specialiteteve, ka kolegë të cilët kanë nevojë për një konsultim të rastit, siç shpesh vinë nga gastroenterologët, vinë nga endokrinologët, nga neurologët, shumë shpesh, pra... Pa u kthyer tek mjeku i familjes. Pa u kthyer, gjithmonë pa u kthyer nga mjeku i familjes nëpërmjet specialistit. Po ashtu vinë dhe nga kolegët, nga psikologët, se rasti mund të shkojë nëpërmjet mjekut të familjes tek psikiatri. Ne psikiatrit ja referojmë psikologut, por kur psikologu shikon që has në pengesat, cilat e bëjnë atë që të mos eci psikoterapia siç normalisht, e referon përsëri tek ne psikiatrit për të vazhduar paralelisht edhe një trajtim, sidomos në raste që janë më të thjeshta, domethënë në rastet e ankthit bëhet më shumë ky lloj referimi brenda për brenda stafit mjekësor. Pra, kjo është pak a shumë linja që duhet të ndjeki një person kudo që të jetë. Unë përmenda sistemin e referimit në Tiranë, po kështu funksionon edhe në përrethe, që kanë gjithashtu të gjithë një mjek familje, kanë gjithashtu një specialist, ndoshta jo brenda për brenda atij rrethit, po në zonë e kanë gjithmonë një specialist, dhe këta specialist, kur kanë vështirësi, e rekomandojnë në QSU të gjithmonë për një mendim të dytë, nëse rasti është rezistent apo... Këtë të pjesës tjetër të Shqipërisë në një moment tjetër, sepse ka dhe spitale tjera psikiatrike. Patjetër, nuk është vetëm i Tiranës. Ambulanca që kanë pika referim, por kryesisht kanë nga një, nuk kanë qendër shëndetësore si në Tiranë, të shëndetit mendor. Patjetër, po Tirana është gjithë ky qytet shumë i madh, shumë i shtrirë. Themi një tretë apo gjysma e popullsisë së Shqipërisë. Megjithatë, nevoja për shërbime dhe të drejtën për shërbime ka çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, kështu që patjetër që duhet ta ketë afër zonës së tij të banimit. Po, asistencën e... Ka që nuk e kanë dot kaq afër sa është në Tiranë. Nivelin e parë të asistencës, po, kështu është e vërtetë. Kjo është pak a shumë çfarë ofrohet. Pastaj ka edhe qendra ditore, domethënë qendra ditore i kanë qytetet të tjera, paradoksalisht Tirana nuk ofron, për shembull, por ka në Elbasan, ka në Vlorë gjithashtu, që e bëjnë këtë shërbim më të arritshëm dhe sipas nivelit të problematikës. Do sqarojmë një gjë, çfarë është shërbimi ditor? Qendra ditore janë shtëpi të cilat nëpërmjet një kujdesi më të afërt të shërbimeve, siç një kujdestari apo një terapisti okupacional, një punonjësi social, ndihmojnë shumë jo vetëm pacientin që të kalojë ditën tek këto shërbime duke shfrytzuar kompetencat që ai ka të mbetura, për shembull si në sëmundjet kronike, apo kompetenca si në problemet e tjera, sepse mund të jetë një profesionist shumë i mirë në një drejtim të caktuar, i shfrytëzohen këto kompetenca për të kaluar një pjesë të kohës te këto qendra ditore. Kështu ndihmohen shumë edhe familjarët për të çlodhur. Për të hequr një peshë edhe familjes, në menaxhimin 24 orë, 24 të një personi që ka probleme të shëndetit mendor.